Bëhet fjalë pra për projektin e urës, e cila e lidh Zhabarin me Gushavcin, urë e cila e rrit sigurinë, me qenë si mundëson organeve të rendit qasje më të lehtë dhe më të shpejtë në të dy anët e lumit Ibër, por njëkohësisht edhe është investim i rëndësishëm infrastrukturor, sepse përmirëson ndërlidhjen ndërmjet qytetarëve e bizneseve dhe krijon kushte më të mira për zhvillim ekonomik të kësaj zone. Ura është projektuar me gjatësi 65 metra dhe me gjerësi 22.5 metra. Gjerësia është kaq e madhe, 22.5 metra, me qenë se do t'jetë me 4 kursi, secila prej tyre 3.5 metra dhe njëkohësisht në të dy anët do të ketë edhe trotuare. Projekti përfshin ndërtimin e 2 rreth-rrotullimeve, sillet një segment rrugor me gjatësi 500 metra, me 4 kursi nga 3.5 metra secila dhe trotuare me gjerësi prej 2.2 metra. Në kuadër të projektit është parapar edhe rehabilitimi i shtratit të lumit Ibër, në një gjatësi prej 525 metrave dhe gjerësi prej 47 metra. Qëllimi është mbrojtja e mjedisit, rritja e sigurisë dhe mbrojtja e infrastrukturës përreth. Rëndësia e posaçme i është kushtuar ndriçimit adekuat dhe modern, janë parapar shtylla ndriçuese përgjatë urës, trotuareve dhe hapësirave përreth lumit. Sa i përket esurisë së punimeve, po zhvillohen sipas planit dinamik dhe nëse vazhdon ky ritëm që po e shohim, atëherë do të mund ta inaugurojmë përmbylljen e punimeve si vjet, pra ka fundi i 2026-s. Projekti është pjesë e angazhimit ton për më shumë siguri, për më shumë infrastrukturë funksionale, për më shumë shërbime për qytetarët dhe për kushte më të mira për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik edhe për këtë rajon të vendit ton, përkatësisht rrethina e Ibrit dhe veriu i Kosovës. Unë i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar e po punojnë. Pra siç e tha kryeministri, është një urë që ofron siguri. Ne si Ministri e Infrastrukturës jemi në bashkëpunim të ngushtë me organet e sigurisë dhe rendit, dhe kjo është ura e tretë që po bëhet me qeverisin Kurti, që tregon që ne jemi të gatshëm t'ju ofrojmë organeve të sigurisë dhe të rendit qasje sa më shpejt dhe më të lehtë në të dy anët e Ibrit. Përveç kësaj ofron edhe shërbime për qytetarët, për bizneset dhe sigurisht se kjo do të arritë edhe vlerën e kësaj hapësire, ku do të ketë edhe ndërtime për edhe bizneset që do të zhvillohen. Unë le falenderoj edhe një herë kryeministrin për përkushtimin për këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme për vendin dhe Republikën dhe uroj shpresoj që kjo urë të përfundoj në fund të këtij viti.